Në vijim, ftojmë për fjalën e tij përshëndetse Kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Mirëdita të gjithëve dhe shumë shkurt, sepse më e rëndësishme se sa çdo njëra nga fjalët tona këtu është gara e sotme, në cilën përsëri janë përfshirë një grup arkitektësh shumë të mirë dhe me eksperiencë dhe prestigj ndërkombëtar. Sot ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës të korporatës shqiptare të investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikurshme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat i mos përdorimit të tyre për shkak të humbjes funksionit faktikisht. Dhe eksperienca e dy rezidencave këtu në Tiranë, që tani më janë transformuar njëra në një shtëpi pritjeje të shtetit shqiptar për personalitete të fushave të ndryshme dhe tjetra në një qendër për artistë të rinj nga gjithë bota, në bashkëpunim me fondacionin e njohur francez Art Explora, na kanë treguar që kjo është rruga për t'i kthyer këto asete në funksione me interes publik dhe nga ana tjetër për t'i rihetëzuar duke e futur shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që i transformojë në burim të ardhurash. Dhe ky është rasti i dy projekteve për cilat bëhet konkursi i sotëm. Njëri për vilën e udhëheqësit dhe diktatorit shqiptar në Vlorë dhe tjetri për një tjetër rezidencë qeveritare në zonën e Peripojës. Është një rrugë e re që ne po e shkelim, besoj unë, me sukses, por mbi të gjitha ku po praktikisht shikojmë potencialin e madh që ka vënia në shfrytëzim e aseteve shtetërore për ta përfshirë publikun përmes shtetit si një palë e interesuar, duke ndryshuar praktikisht hap pas hapi dhe formulat e ndërveprimit me privatin, të cilat deri dje kanë qenë shumë bazike, shumë të drejtë për drejta dhe e kanë privuar shtetin nga shumë kapacitete për të krijuar të ardhura. Kështu që duke i bashkuar këto interesa dhe duke vënë shtetin në rolin e një pronari të zakonshëm, si palë në sipërmarrje, ne po zhvillojmë një infrastrukturë të re faktikisht financiare për shtetin, duke u bazuar tek modelet më të mira në Europë, që janë modelet si motrave të agjencisë të korporatës shqiptare të investimeve, dhe që në Itali apo në Spanjë zotrojnë asete dhe marrin të ardhura jashtëzakonisht mbretëslënse, të cilat vijnë në dispozicion të interesit publik
për të investuar në infrastrukturë publike dhe për të përfshirë kapacitetet shtetërore në rritjen e ekonomisë, por edhe në përfitimin nga kjo rritje. Kështu që me kënaqësinë dhe me falënderimin për të gjitha studiot që janë përfshirë në këtë konkurs, duke qenë i bindur që konkursi do të jetë një tjetër vlerë shtuar dhe në një aspekt tjetër që është rritja e mëtejshme e koleksionit të kontributeve nga arkitekt ndër më të mirët sot në Europë edhe në botë, si dhe duke falendëruar edhe antarët e jurisë që kanë ardhur nga jashtë për të na asistuar në të vendimarrje. Ju uroj të gjithë pjesëmarrësve sukses.